një gjyqtar dhe një staf administrativ që është i përfshirë në aktivitete politike, absolutisht nuk ka vend në sistemin gjyqësor në Republikën e Kosovës. Gjyqtari përfundon mandatin me dorëheqje. Refuzohet kërkesa për tërheqjen e dorëheqjeve. Ne, si anëtar të Këshillit Gjyqësor, rrjedhimisht edhe unë, i kam në email të gjitha kërkesat e gjyqtarëve dhe stafit nga komuniteti serb për tërheqjen e dorëheqjeve të tyre, sepse të njëjtit kanë shprehur vullnetin që të kthehen në sistemin gjyqësor. Ndërsa, duke pas parasysh situatën e krijuar, konkretisht në retrospektiv, duke pas parasysh që në vitin 2022, nuk e di sa ka fundi apo ka mesi i këtij viti, ta gjyqtar dhe staf administrativ komunitetit serb me vullnetin e tyre kanë vënë dorëheqje të parevokueshme dhe kanë njoftuar kryesuesin dhe Këshillin Gjyqësor të asaj kohe që ne tërhiqemi nga sistemi gjyqësor, sikurse gjyqtar, po ashtu edhe stafi administrativ. Kjo është për me pas parasysh sikurse publiku dhe i gjithë komuniteti në Republikën e Kosovës. Pra, ata janë tërhequr me vullnetin e tyre. Dhe tani, pas 4 viteve, paraqesin kërkesë për të kthyer në sistemin gjyqësor në Republikën e Kosovës. Për pas parasysh këtë gjendje, unë si anëtar i Këshillit Gjyqësor, konsideroj që gjyqtari, konkretisht gjyqtarët, po ashtu edhe stafi administrativ, me qenë se edhe ata janë staf profesional administrativ, sepse ka pas bashkëpunëtor, referent dhe zyrtar tjerë ligjor, duke pas parasysh që 4 vite nuk janë në sistemin gjyqësor, konsideroj që ata përveç gjërave të tjera që do t'i ceki tani, ata kanë humbur edhe aftësinë profesionale për ta ushtruar pozitën e gjyqtarit, e rrjedhimisht edhe pozitën e zyrtarit ligjor, bashkëpunëtorit profesional dhe referentit. Nga se ne dimi që gjyqtarët në Republikën e Kosovës kanë për obligim vazhdimisht të ndjekin trajnime profesionale në Akademinë e Drejtësisë vetëm për qenë të gatshëm për ta ushtruar profesionin e tyre në mënyrën më të mirë profesionale. Dhe të pas parasysh që ne obligojmë gjyqtarët, respektivisht ligji obligon që vazhdimisht marrin trajnime për të qenë të aftë profesionalisht, dhe në anën tjetër, këta gjyqtarë që po kërkojnë tani më kthy pas 4 viteve dhe stafi tjetër administrativ, konsideroj që absolutisht nuk janë të aftë me ushtru detyrën e gjyqtarit, sepse nuk janë rrjedha me ligjet. Kanë ndryshuar disa ligje, kanë ndryshuar disa gjëra, kanë ndryshuar disa praktika, dhe tani pas 4 viteve ktheheshin në sistemet të vazhdosh aty ku ke mbetur, konsideroj që ke humbë aftësinë për të qenë gjyqtar. Në aspektin profesional së pari, ata janë të përfshirë edhe në aktivitete politike. Kështu që një gjyqtar dhe një staf administrativ që është i përfshirë në aktivitete politike, absolutisht nuk ka vend në sistemin gjyqësor në Republikën e Kosovës. Dhe nuk do të ketë kurrë. Jo sot, po kurrë nuk do të ketë një gjyqtar apo staf administrativ që përfshihet në aktivitete politike. Madje vetëm edhe komunikime për të ndikuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Nuk guxon të ndodhë kjo nga gjyqtarët nga anëtarët të Këshillit komunikojnë e të koordinohen me komunitetin politik, se si duhet veprohet në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Sepse kjo nuk do të kaloj. Asnjëherë nuk do të kaloj kjo. Duhet ta kemi parasysh të gjithë. Koordinimi me politikën është i ndaluar me ligj. Kto duhet ta dinë gjyqtarët. Dhe nuk ka vend asnjë gjyqtar e asnjë zyrtar tjetër në sistemin gjyqësor, nëse është i përfshirë dhe komunikon për koordinim me spektrin politik. Tu i pas parasysh gjitha këto, konsideroj që ne nuk e dim tani për tani se ndonjëri prej tyre mund të ketë kryer edhe vepra penale. Dhe tani unë si anëtar Këshillit nuk e di. Dhe si mund ta të vendosi këtu ta kthej një gjyqtar ose një zyrtar të stafit administrativ kur ndoshta ka kryer vepra penale ai, apo ka shkel disiplinën. Dhe ne tani të vendosim këtu dhe t'i kthejmë ata pas 4 viteve, do të ishte jo antiligjore, po qesharake. Andaj unë propozoj që të mos aprovohet kërkesa për revokimin e dorëheqjeve. Dhe është për të ardhur keq që Këshilli Gjyqësor këtë asnjëherë nuk e ka inkorporuar në rend vite. Mendoj se përbërja dhe KGK-ja e asaj kohe nuk ka ushtruar funksionet e saj kushtetuese dhe nuk mund të arsyetohet me fakt se është një çështje e ndihshme që mund të ketë natyrë politike.
Për arsye se KGK-ja është organ kushtetues që duhet të shftoj gjitha çështjet, qoftë të ndihshme, qoftë ato që janë rutinore, dhe në asnjë mënyrë nuk mund të bëhet pjesë e dinamikave politike apo dialogut Prishtinë-Bruxelles, Beograd, se si do të rrjedhin dhe të kalkulojnë në këtë aspekt. Duke pasur parasysh dispozitat kushtetuese që Këshilli Gjyqësor japin mandat ekskluzivisht kushtetues, edhe nga ky këndvështrim është organ apolitik dhe nuk duhet të llogarisë në aritmetikat që kanë karakter ekstralegal që zhvillohen jashtë saj. Mendoj se ka qëndosur që kjo çështje të harrohet, mirë po mosveprimi ka krijuar, si ta quajmë, një Frankenstein institucional që gjyqtarët as nuk janë në punë dhe as nuk janë të liruar nga detyra, por kanë mbetur pezur. Kjo mendoj se e ka dëmtuar vetë përfaqësimin e komunitetit serb. Unë mendoj se zgjidhja do duhet ishte që të bëhet propozimi që këta gjyqtarë të lirohen nga detyra dhe të hapet konkursi duke respektuar plotësisht kotat kushtetuese që vinë për gjyqtarët nga komuniteti serb. Pra, në asnjë mënyrë mos kuptohet që jemi kundër përfaqësimit të komunitetit serb në gjyqësorin e Kosovës. Mirë po, nëse ne do të pranojmë që pas 4 viteve që janë mbajtur pas një bazë kushtetuese dhe ligjore, do të krijohet një precedent i rrezikshëm, i cili cënon drejt për drejt sigurinë juridike, por edhe sundimin e ligjit dhe barazinë e qytetarëve para kushtetutës dhe ligjit. Dhe në këtë aspekt janë vetë këto vlera që i afirmon dhe është zhvilluar Bashkimi Evropian. Dhe nëse partnerët tonë ndërkombëtar kërkojnë që ne ta shkelëm kushtetutën dhe të bëjmë pranimin e këtyre aktdorëheqjeve, mendoj se është jo korrekte. Nga se po etablohet një standard i dyfisht që nuk do ta bënin ata asnjëherë në vendet e tyre. Fillimisht dëshiroj të njoftoj juve anëtarët e Këshillit edhe opinionin se vota ime do të jetë kundër që të dorëhequrit të kthehen në sistem gjyqësor, pra ose do të jetë pro propozimit të kushtruesja detyrës së presidentit për lirim nga detyra, por dua të potencoj që kjo nuk ka të bëjë vetëm me komunitetin serb, por ky opinioni imi vlen edhe për komunitetet tjera pakicë, edhe për komunitetin shumicë. Nëse ndalemi në dispozitat kushtetuese dhe ligjore, në nenin 104.4 të Kushtetutës Republikës Kosovës, atje qartë thotë se një gjyqtar shkarkohet kur dënohet për një vepër të rëndë penale dhe kur shkel rënd detyrat e tij zyrtare. Përveç kësaj, neni 34.1 në mënyrë decisive e parashë se gjyqtari përfundon mandatin me dorëheqje. Nuk kemi ndonjë dispozit pasuese që i jep mundësi organin mbikëqyrës, në rastin konkret Këshillit Gjyqësor, se ta aprovoj apo mos ta aprovoj dorëheqjen e dhënë. Unë jam pro lirimin nga detyra, por në momentin që njoftohemi nga presidenca, që janë liruar në këtë njëjtin nga detyra, në mbledhjen e parë të shpallët konkurs me vendet të rezervuara, me qëllim që të njëjtëve ti mundsohet prap përfaqësimi në sistemin gjyqësor të Republikës Kosovës. Propozimi im është kështu: të refuzohet kërkesa për tërheqjen e dorëheqjeve dhe njëkohësisht të propozohen të presidentja për lirim nga detyra. Kush është për propozimin e gjyqtarit Artan? Kush është kontraj? Domethënë me 9 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim, refuzohet kërkesa për tërheqjen e dorëheqjeve dhe aprovohet propozimi që te kushtruesja e detyrës së Presidentës së Republikës Kosovës për lirim nga detyrat e gjyqtarëve të komunitetit.